E kam lënë jo pa shkak, zonja dhe zotrin, marrjen e kafes sot në mëngjes në këtë moment të programit, sepse do të flasim pikërisht për konsumin e kafes në popullatën shqiptare, e cila është rritur shumë në fakt. Shqiptarët pinë 2 deri në 3 kafe mesatarisht në ditë, ndërkohë që importi i kafes deri në shtator, sipas të dhënave të Instatit, ka shkuar deri në 7.000 ton. Kështu që me Mario Bucin, i cili është një ekspert i kafes, do të ndaj sot një bisedë në studio për të kuptuar pak se si kafeja është kthyer në një element tradicional, kulturor në shoqërinë shqiptare dhe sa shumë e duan kafen shqiptarët. Mario, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Se vjen. Kafen tënde e ke pirë një herë? Nuk të solla. Faleminderit një që s'më solle kafe, se do ishte e 4-ta për momentin. Do t'ishte e 4-ta, është ora 8:42 minuta. 3 kafe ke konsumuar deri? deri? Që në pikë mëngjesit. Na duhet çik kafe. 3 kafe deri në këtë orë të ditës. Janë shumë, Mario, sepse për dikë mesatarisht 2 deri në 3 kafe ndoshta dita mund të shkojë me të tilla, por për kaq pak orë? Është, shiko, unë personalisht e kam punë këtë profesion dhe normalisht nuk është se pi kafe kështu si konsumator. Gjithmonë e filloj me të shkurtra, pra gjithë ditën pim kafe të shkurtra. Të lehta, të pastra, zgjedhim se ku do pim kafen. Dhe pikërisht kjo është gjëja që kam vënë re këto kohët e fundit, që ne shqiptarët kemi filluar dhe zgjedhim se ku do pim kafen. Pra nuk e pim atë kafen me atë mënyrën që hajde ulemi këtu pim një kafe. Tani kemi filluar dhe shikojmë tabela, shikojmë emra, shikojmë barin se kush e menaxhon. Stafi është kualifikuar goxha deri diku dhe e përzgjedhin mirë atë produktin përfundimtarisht do të çojnë te konsumatori. Konsumatorët në vetvete janë bërë shumë, ta themi kështu në humor mistreca, pra përdonë atë kafen, do të thënë kanë shumë teka derisa të harri ai filxhani me atë kafen në organizmin e tyre. Pra, si konsumator jemi bërë shumë tekanjoz. Duam perfekcion. Dhe realisht ashtu është. Në Shqipëri po fillon dhe hyn perfeksioni në filxhanin e kafes espresso. Po ne shquhemi për një konsum të madh kafes, jo vetëm tani. Po së fundi ja kemi kaluar edhe disa vendeve të rajonit me shifrat që vinë për shkak të importit të kafes. 7.000 ton. Si ti përkthejmë? Janë shumë? Tani, kjo mund të jetë edhe pak një si ta them, mund të jetë një iluzion në fakt, sepse 7.000 ton, po ta përkthejmë në konsum të përditshëm, në kaq pak kohë sa është kjo dhe në shtator, mua më duket që ka të bëjë shumë me rritjen e çmimit të kafes. Pra kompanit ngarkohen për të kapur çmimet e rritjes. Pra, çmimi i kafes në treg në bursë është rritur shumë. Pra ka arritur shifra shumë të mëdha në aspekt me çka që më përpara. Po, është e vërtet. Dhe po të shikojmë, ky është import i kafes deri në shtator, pra kemi dhe konsumin që kemi nga janari në shtator, nga ne shqiptarët vendas, kemi konsumin nga turistat, por prap duket një shifër që mund të jetë ngarkesë importi për rritjen e çmimit. Megjithatë, në pjesën më të madhe të bareve, çmimi nuk ka ndryshuar i kafes, pavarësisht se kemi pasur këtë rritjen globale. Sa po ja vështirëson punën sipërmarrjeve që merren pikërisht me produktin e kafes? Me çfarë shohim, dhe tani baret kanë hyrë në një format jo më kafe bar, por po të shikojmë, kemi dhe brunch, kemi dhe drek, pastaj kemi dhe business dinner, business lunchin, janë kthyer pak a shumë si pastiqeri, ose kafe, pastiqeri, furr, restorant. Pra, një miksim i të gjithave që ofrojnë shërbime të ndryshme. Sepse me kafen vetëm nuk delet në këto shifra që po... Nuk delet llogaria. Nuk delet, është shumë e vështirë për të dalë. Ekonomikisht flasim. Kafja në vetvete, sa e domosdoshme është për njeriu? Tani, ne njerëzit, kafen e kemi gjetë si tradit, pra ne shqiptarët në këtë rast kemi gjetë si tradit, e konsumonin gjyshit tanë, e konsumojmë dhe ne sot. Ne kemi fut brenda në menun ton të përditshme lloje të ndryshme kafesh, pra mënyra të ndryshme. Ka qenë kafe turke, kemi arritur deri tek jo vetëm ekspres, por dhe në produktet e saj që janë këto kafet me qumësht. E rëndësishme, e domosdoshme, sigurisht që po, ka të bëj me antioksidantët që ka brenda si produkt, ka të bëj me atë zgjimin që ne kemi nevojë, pra kortizolin në këtë rast na ndihmon të jemi pak më aktiv dhe efektet ose këto
të mirat e kësaj janë shumë herë më të mëdha nga ajo çfarë ne mendojmë. Efektet e kafes ndryshojnë nga individi në individ, fjala vjen unë përpiqem që programin ta përfundoj pas një kafe. Sot e mora edhe për shkak të bisedës që kemi, por që ka individ të cilët nuk e kanë nevojën fare për kafe, apo jo? Në qoftë se nuk e imponon trupin të kërkoj kafe, atëherë ti nuk do të hyj në punë fare, por mos harrojmë që ne kafen ose kafeinën në këtë rast ne nuk është se e marrëm vetëm nga kafja, ne e marrëm edhe nga produktet e tjera. Absolutisht. Kështu që normalisht një çokoladë të pish ose të hash një çokoladë normalisht do marrësh marrë kafeinën. aty se në kafeinës. Bravo. E kemi në këtë shtim të përdorimit edhe për shkak të çmimit të lirë që ka kafeja dhe për faktin që ne preferojmë shumë që takimet tona sociale t'i kryejmë nëpër kafene dhe domosdoshmërisht duke qenë një nga produktet më të lira, e konsumojmë edhe më së shumti. Ja ta bëjmë një pyetje. Në qoftë se do shkojmë në një restorant që është ta zëm një tavolinë 200 euro për shembull. Pra, do shkosh do konsumosh diçka me 200 euro. Sa herë do shkosh tek ai restorant? Pra, çmimi është edhe tregues në këtë rast se sa herë do shkojmë në atë vend. Pra, kemi kafen, produktin më të lirë, sepse dhe uji tani, një shishe ujë është po harrin çmimin e Ka kafes. barazvlefsh. Atëherë, është e logjikshme kjo? Logjikisht jo, sepse një shishe ujë është. Pra, është një ujë që është një ujë dhe kemi edhe një kafe që vjen nga vende shumë të largëta. Pra, një ujë që e prodhojmë në Shqipëri është i barabartë me çmimin e një kafe që vjen nga rripi Ekuadorit, vjen nga klima tropikale, është një produkt që nuk e prodhojmë fare këtu. Pra, logjikisht, çmimi i ulët e bën që të ketë edhe konsum. Çfarë kafe preferojnë shqiptarët më së shumti? Sasia më e madhe e konsumimit të kafes është espresso. Të tjerat janë me shifra shumë të vogla. Pra dhe këto kombinimet me qumësht janë prezente tani në... rinia. Po si duhet jetë një kafe e mirë? Si do ta sugjeroje si një ekspert kafeje për të pirë kafeja? Besoj që pas një grimc sheqeri në vetvete, apo jo? Se shoh disa që hedhin 2 paketa të vogla apo 1 paketë e gjysmë sheqer në kafe. Tu ndikon 100% pastaj elementet e sheqerit që të dëmtojnë. Pra, në këtë rast sheqeri dëmton, nuk është se nuk ka efekte pozitive. Tu nuk besoj që po pi kafe më pastaj. Por kafja në këtë rast kam vërtetuar që është gusto personale, pra është shije personale. Edhe unë dikur kam konsumuar kafe me shumë sheqer, sepse vi nga një treg i kafeve të ftohta. Tregu i Greqisë ka qenë gjithmonë kafe frappe e ëmbël me qumësh, për shembull. Po ajo ishte tritola, ajo ka qenë shumë e lartë në ëmbëlsi. Pra ka faza të njeriut në cilën për një moment ti e pi për të shijuar shijen e kafes, pastaj e ke domosdoshmëri dhe pastaj i kthehet dhe ka të bëjë me moshën. Pra është mosha ajo që ndikon tek pirja e kafes. Por nëse në moshë të re tenton të pish kafe pa sheqer, atëherë ajo mësohet në shqisa dhe kalon në një jetë shumë të shëndetshme. Unë kam qenë i tillë që e kam preferuar me sheqer, me shumë pak, dhe tani pa sheqer fare dhe është e pamundur të kthehesh përsëri te sheqeri. Po, kjo është e logjikshme. Nuk e vë dot më në gojë. Megjithatë, cilat janë llojet e kafeve më të mira në botë? Tani llojet e kafeve më të mira është prap në shije. Pra duhet ne që jemi ekspert të fushës, ne shohim që kafet arabike janë shumë aromatike, janë shumë të holla dhe nuk janë ato kafe që ne preferojmë në Shqipëri, kafet me shumë shkum sipër, me atë kremin viskoz. Ato janë kafe të holla, janë aromatike, janë të shijshme, nuk di çfarë të them, vetëm ta provosh, për shembull ti që e konsumon kafen pa sheqer, janë kafe të filtruara. E bën diferencën më njëherë me kafe të tjera që ke pirë. Po, e bën dhe është në nivele shumë... Një këshill, Mario, si do të llojmë një kafe që nuk është e mirë? Tani, një kafe që nuk është e mirë, nuk mund ta them dot në këtë rast. Do them vetëm që kemi robustën, kemi dhe arabikon, robusta është më e lirë, është më e fortë, më e trash në viskozitet, ka atë kremin sipër. Arabika është ajo që është e lehta, është e mira, ka më pak kafein, nuk të dëmton, nuk të jep aritmi, ankth, stres, pra ti thjesht shijon. Por prapë është gusto personale e çdo individi. Dhe ndërsa i afrohemi fundit bisedës, Mario, ndërkohë që në vendin ton numërohen gati 10.000 kafene, apo edhe më shumë. Janë 15.400. 15.000 kanë shkuar. Okej, mund të jetë ende një alternativ biznesi
për dikë që do të nisë një, si përmarrje kafeneje? Unë s'kam kafene. Është shumë e thjeshtë. Ishte përgjigje mjaftueshme, besoj. Unë s'kam. Sepse është edhe stigma pak. Është stigmatizuar kafeja në vendin tonë. Her pas here, ata të cilët qëndrojnë gjatë në kafe, apo ata që përpiqen të hapin biznesin e kafes, duket sikur thjesht i bashkohen trendit, sepse mendojnë që është fitimprurse nëpërmjet kafes. Mendoj se ka të bëjë më shumë me të qëndruarit aty. Pra, unë do hap një kafene që të qëndroj vetë aty dhe lekët që prish gjithandej ti shkëlqoj te ambienti im. Do thras dhe shokët miq të kështu dhe ja ku bëj një kafene më shumë. Besoj që këshillën për 3 kafe nga momenti që je zgjuar ti tani deri në këto momente që flasim, nuk e jep për këdo, apo do ta japësh? Normalisht 3 kafe në ditë janë mjaftueshme për organizmin tonë. Pra nga mëngjesi deri në darkë. Bravo. Nëse i pim ato mbi gjysmë filxhani. Nëse i pim të shkurtra, mund të pim sa të duam. Për ata që kanë probleme me tensionin? Pikërisht pra, kjo është logjika. Sepse kafja e shkurtër nuk ka kafein shumë brenda dhe tensioni nuk ndikon në këtë rast, pra nuk jenë në funksion. Ato që i pin shumë të mëdha, të gjata, ato ndalojnë automatikisht 2 në 3, sepse ato janë që të japin aritmin, se është full shkarkimi i plot i kafeinës në filxhan. A e pim për kafeinën? Absolutisht. Kjo është marrja e plot e kafeinës. Dikush mund thotë e dua vetëm për muhabetin. Ata që e kanë për muhabet marrin çaj ose edhe çaj ka kafe njëherë, po marrin macchiato. Faleminderit shumë Mario Buci që ishte në studion tonë, këshilla të vyera dhe absolutisht për një fenomen duhet ta themi që është prezent në përditshmërinë tonë dhe është bërë pjesë e pandashme e vet.